E keni vënë re që sot gjithnjë më shumë njerëz janë në kërkim të rrugës më të shpejt për të rënë nga pesha? Po dieta, po aktiviteti fizik, ato kërkojnë kohë, disiplinë, sakrificë. Por çfarë nëse dikush ju thotë, mund të biesh nga pesha pa asnjë përpjekje, vetëm me një injeksion në javë? Këtu hyn në skenë Ozempic. Ky ilaç u krijua fillimisht për një arsye të thjeshtë dhe të qartë, për pacientët me diabet tip 2, për të ndihmuar trupin të ulë nivelet e sheqerit në gjak. Por tani në mënyrë befasuese është kthyer në një trend global për humbje peshe. Në TikTok, Instagram, YouTube, influencer, aktor, njerëz të famshëm, të gjithë po flasin për të. Ka nga ata që kanë humbur 10, 15, madje 20 kg në pak muaj. Dhe reagimi i parë i shumicës? Dua edhe unë. Por çfarë është në të vërtetë Ozempic? Është një ilaç me përbërësin aktiv semaglutide, i cili imiton një hormon natyral të trupit, GLP-1. Ky hormon i thot trurit: jam i ngopur. Dhe kështu ti ha më pak, ke më pak dëshirë për ushqim. Trupi yt e tret më ngadalë ushqimin, dhe kilogramët fillojnë të zhduken. Për shumë njerëz me mbipeshë të theksuar ose obezitet, kjo është një shpresë e re. Për ata që kanë provuar çdo dietë, çdo trajnim, çdo plan ushqimor dhe gjithmonë janë kthyer në pikën zero. Por për të tjerët, ata që janë thjesht të pakënaqur me barkun apo kofshët e tyre, Ozempic po bëhet një rrezik i heshtur. A është vërtet kaq i pafajshëm? Jo edhe aq. Efektet anësore janë reale. Shumë raportojnë të përzjera të vazhdueshme, të vjella, dhimbje stomaku, diare ose kapsllëk të fortë, humbje energjie dhe përgjumje gjatë gjithë ditës. Disa kanë raportuar edhe probleme më serioze si inflamacion të pankreasit, probleme me fshikëzën e tëmthit, dhe në raste shumë të rralla, rritje të rrezikut për tumore në tiroide. Por kjo nuk është gjithçka. Një pjesë e mirë e atyre që ndalojnë Ozempic pas disa muajsh rikthejnë peshën që kishin humbur. Disa madje shtojnë më shumë se më parë, sepse trupi nuk është budalla. Kur ti ndërhyn me ilaçe, ai gjen rrugë për t'u përshtatur. Dhe nëse nuk ke zakone të shëndetshme të jetesës, gjithçka është e përkohshme. A është ky shpëtimi nga mbipesha? Apo thjesht një zgjidhje afatshkurtër që po na largon nga e vërteta? Dhe e vërteta është kjo: humbja e qëndrueshme në peshë nuk vjen nga pilulat. Vjen nga ndryshimi i përhershëm i mënyrës së jetesës. Vjen nga vendime të vogla por të përditshme. Të hash më mirë, të lëvizësh më shumë, të flesh më mirë, dhe mbi të gjitha të kuptosh pse po ha, jo vetëm çfarë po ha. Ozempic mund të jetë mjet ndihmues për disa, por nuk është rruga e të gjithëve. Nëse mendon ta përdorësh, fol me mjekun. Jo me një influencer në TikTok, jo me dikë që ta shet pa recet në Facebook, sepse kjo nuk është lojë. E vërteta që askush nuk ta thotë është kjo: pilulat mund të ndihmojnë, por vetëm nëse je gati të ndryshosh edhe vetë. Sepse në fund të ditës nuk është trupi që duhet ndryshuar, por marrëdhënia që ke me trupin tënd. A do ta provoje ti Ozempic për të rënë nga pesha? E ke menduar ndonjëherë? Mendon se është një zgjidhje e vërtet apo thjesht një iluzion? Shkruaj mendimin tënd në komentet. Mos harro të abonohesh dhe të shtypësh zilen që të mos humbasësh asnjë këshill të vlefshme për jetën.